to the beginning. Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se keni ardhur edhe sonte ashtu sikur se çdo të njëjtë pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning, një kthim pas në kohë të personazheve, të personaliteteve të ndryshme të jetës publike në vend, të cilët kanë kontributet e tyre në fusha të ndryshme, sidomos në ato të komunikimit, të artit, të kulturës, të edukimit dhe kështu me radhë. Unë do të kem qenë shumë e vogël kur kam lexuar emrin e tij nëpër foto gazetash të kohës, ato që flisnin përmjet pamjeve apo edhe të tjera që mbështesin lajmet kryesore të asaj kohe. Më vonë jemi njohur në terrene të tjera. Unë mbaj mend që kam pasur një set fotografish prej tij për librin tim të parë atëherë kur shkrova një antologji të lëvizjes muzikore moderne të viteve 90. E kam bërë foton në studion e Felix Bilanit dhe është kënaqësia ime që kopertina e pasme e atij libri vazhdon të flër sot në bibliotekën e librave të mi. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta. Është shumë kënaqësi sepse gjithmonë ai personazhi që vjen dhe ulet këtu në të djathtën time Felix ka gjithmonë një raport kujtimesh personale edhe me mua, sepse në fundit nëse nuk ndërtojmë kujtime, kemi shumë të vështirë të rrëfehemi në një kohë të dytë. Kam një pyetje për ty. Ku ke humbur? Humbje nuk mund ta them, por jam tërhequr. Okej, në këtë kuptim e kisha. Jam tërhequr. Sot fotografia nuk është më siç ka qenë. A janë sot të gjithë fotograf? Sot ka shku i leke gjys tufa. Domethënë merr 1-2 t'i japin falas. Fotografia filloi në ato vite kur ne si shkujtove fotot e tua në atë studion e vogël timen, në atë një studio shumë e vogël, qofse e mban mend. Se mbaj mend? Duke ditur që fotografia bëhet me shpirt dhe me mendje. Unë mbaj mend Felix që ti thoje, unë mbaj mend në atë setin ton të fotografisë, mbaj mend një gjë që ti the, Kozeta ti duhet të tregosh. Po. Pra, e ke shkruar, ke mbledhur informacion, ke bërë atë kërkimin tënd, por ti duhet të tregosh. Dhe në fakt sa herë që e shoh atë foton, Felix, më duket sikur ai portreti i atij libri më shikon gjatë gjithë kohës si në dyshim, në kuptimin a ishte okay kjo që bëre, a le njëri jashtë, gati duket sikur po më kërkon llogari. Është fotografia, portreti. Unë deri më sot kam qenë 11 vjeç me aparat fotografik, deri më sot nuk kam bërë asnjë portret. Janë thjesht fotografi, jo portret. Portreti është një nga zhanret më të vështira të fotografisë. Portreti duhet flasi. Dhe vetmja gjë që personazhi flet në një portret janë sytë. Edhe mbaj mend që patë thënë, nuk ka nevojë as për grim, as për nuk është ky fokusi i kësaj historisë tënde. Duhet flasi, sytë duhet flasin. 11 vjeç, kush ka pasur aparat në dorë në familjen tënde? Se 11 vjeç bie që ti ke pasur ndikim nga diku. Jo. Unë kam nisur me Shtëpitë e Pionierit. I mat ka pas një aparat fotografik Smjena C, ruse. Edhe po kishe bërë, edhe nëse ke bërë ndonjë gabim nga mënyra se si shqiptohet, ne është sigurt që se kuptojmë hiç markën. Kështu që riqe që të mos bëjmë të tundin kokën, po. Jo. Siç ndodh zakonisht në programe. Emrin e them saktë, është një nga aparatet, unë kam ndruar shumë aparate, por është i vetmi aparat që nuk e heq. Okej. Sepse me atë e kam nisur, është në gjendje pune akoma. Dhe e kam nisur thjesht duke ditur që filmi me letrën e bardhë po të ekspozohet në dritë, le diçka. Pavarësisht se unë merja letrën e bardhë dhe filmi dhe nuk e gjeja atë gjën. Derisa pastaj pash fillova. Mbas viteve 90, se në ato vite çfarë mund të fotografoja? Sigurisht, prandaj do të pyesja, cila ka qenë, si më thën, fotografia jote e parë, pra ajo që quhet fotografia, jo shkrepja e parë, por fotografia e parë që ti ke thënë, okay, kjo është një fotografi që vlen, apo dikush që e ka parë atë fotografinë apo e ka rekrutuar për diku, për një gazetë, për një revistë, për një ekspozit, për një kronik në televizion, të thotë kjo është një foto që vlen. Fotografia e parë, shkrepja e parë e imja ka qenë ku është sot sheshi Wilson. Sepse aty ka qenë, aty afër ka qenë dhe Shtëpia e Pionierit. Dhe janë pallati Moskat që quhet. Ka pasur shpinëdar ditë Gjebrea aty dikur.
Por këto nuk e them kot, po e di vërtet ku janë këto. Dhe është rruga që të çon sot për tek ura ke drejtoria e policisë, dhe ka qenë shumë pemë, dhe është ai peizazh. Aty na nxorrën dhe na than do bëni 3-4 shkrepje dhe pastaj do futemi në dhomën e errët, i shohim si janë, siç janë. Ajo teknika që në teknik ruse ose më saktë sovjetike. UPA ka qenë aparati stampimit, numrin si jam bëjmë mend tani, me ato e kanë filluar unë. Çfarë ishte ajo dhoma e errët? Ajo është magji. Që ne nuk e perceptojmë dot sot, që të rish aty brenda në atë errësirë, ta presësh atë foton, larjen e fotove që ne e thonim si tok fjalësh, po iki të laj fotot, por në fakt kur ti do të thellohesh më shumë, çfarë do të thënë të lash një foto? Pra, se ne po iki në një studio të laj foto dhe ti bie shkurt. Unë kam pash në shtëpi dhomën e stampimit, bëja korridorin dhomë stampimi, bardezi black and white, kam një kolegi joni i përbashkët, kameraman, më fali një aparat stampimi durst, i përparuar për kohën, dhe sikur çka kisha marr. Unë flasë mbas viteve 90. Lodrat e preferuara të një profesionisti. Unë nuk është se kam shquesha si njeri që kisha mundësira financiare, gjithmonë kam punuar me siklet, pse jo, dhe me filmat s'ka duar, dhe me filma, edhe me letër jo të mirë, por fotografinë e nxirja mirë. Këtu ka qenë edhe ajo konflikti shpeshherë me X-in apo me Y-in, që mbaheshin si emra dikur. Nuk mund të them që s'kan qenë emra, janë fotografë të rënd në vendin ton, kanë lënë gjurmët goxha të mëdha në vendin ton. Pavarësisht se kanë qenë edhe me punë të tjera. Pra kishin mundësinë për ta pasur performancën e tyre si fotograf, jo vetëm nga talenti dhe nga puna, po edhe nga kushtet, nga rrethanat. Nuk kam planuar të bëj asnjë lloj pune tjetër përveç fotografisë. Nuk atë që po bisedonim dhe shpar, unë jam me fytyrën time. Shiko Felix, unë e dëgjoj shumë shpesh këtë, unë bëj vetëm këtë punë edhe nuk dal nga këtu. Në fakt, kjo dinamika jetës sonë të përditshme, kapitalizmi, nevoja për të përmirësuar jetesën, po ndonjëherë dhe pasiguria ekonomike që nuk të garanton ty që gjithë jetën do jesh fotograf apo gazetar apo ku diun mjek i një specialiteti të caktuar, të detyron ndonjëherë që të investosh kohë brenda profilit, patjetër, nuk po them që ti tani të bësh veterinerin ndërkohë që je marr me fotografi, po si më thënë ato ujëra, siç mëson editimin e fotografisë, ku diun të mësosh editimin e një zëri në radio. Unë e dëgjoj shumë shpesh dhe më duket shumë fanatike e brezit tuaj kjo historia. Unë bëj vetëm këtë punë dhe pikë. Nuk do thoja fanatike. Unë jam rikthyer prapë në të shkruar, dikur kam pas shkruar tek dhe fotografuar tek Populli Po. Ka qenë një gazetë në vitet 92, zyrat i ka pasur tek ish lidhja e shkrimtarëve, ka qenë Iliran Zhupa që e kishte këtë gazetë, poeti. Më pas fillova në atë tjera. Unë nuk është se jam fanatik i këtyre gjërave, merrem me fotografinë, jam marrë me videon të tregu, domethënë siç i pe. Jam rikthyer shkrimit prap. Analizë dhe shkrim tek syri.net. Aty botoj dhe publikoj herë mbas here. Jam rikthyer këtyre gjërave. Edhe unë nuk jam dakord sepse njeriu duhet të di shkrim dhe këndim. Të paktën shkrim, se për të kënduar nuk këndojmë do të gjithë, po. Ose lexim. Problemi është që këtu pikërisht kjo i mungon pjesës fotografisë. Nëse e mban mend në vitin 2000 filloi shkatrimi i kësaj gjëje. Mbetëm ne fanatikët e kësaj gjëje për ta ruajtur këtë gjë dhe nuk mundëm ta ruanim. Sepse doli parrulla që gazetari duhet bënte fotografinë, kameran, montazhin, zërin, domethënë gazetari duhet bënte 10 punë. Jo, gazetari është gazetar dhe bën vetëm një punë. Është ndryshe që mund të kapi diçka rrugës dhe e fotografon për dokumentim. Patjetër. Deri këtu jemi okay. Këtë mund ta bëj kushdo. Edhe ai që nuk është gazetar për të dokumentuar diçka. Problemi është që filloi shkatrimi i kësaj gjëje, gjë që mua më dhëm. Ne prishëm traditën e fotografisë.
Ne prishëm atë luftë të madhe që bëhesh, e pavarësisht se ke Fideli, ke Bar Westi, ne rrinim të gjithë në një tavolinë dhe kur siç na shifje duke qeshur ose pirë kafe në bashk, kur dilim në kronik ne ishim konkurrent. Bëheshte luftë për foton e faqes parë. Bëheshte luftë për të dalë kush ishte foto e faqes parë, sepse fotoja shiste gazetën. Më pas bëheshte kjo luftë filloi të zbehet. Vite përpara, shumë vite përpara, unë bashkë me një tjetër ngritëm ALNA, Albanian News Agency, për llogarit një personi, i cili është iniciatori i shkatërimit të kësaj gjëje. Aty ishte i pari portal në këtë katundin ton që kishte foton, lajmin, ishte një staf i madh gazetarësh. Unë kisha 6 fotograf, dhe jo fotograf të marrë nga rruga, fotograf të instruktuar dhe të mësuar, që sot janë akoma në treg dhe janë fotograf shumë të mirë. Janë fotograf shumë të mirë. Unë ngrit ajo gjë. Sot nuk ekziston më. Fal parimit që duhet bëjmë shumë punë. Jo, një punë është një punë. Atë punë që di ta bësh, duhet ta bësh mirë. A e vrau konsumizmi, Felix, të gjithën këtë? Pra, kjo që sapo thatë ju, pra nevoja ndonjëherë për të shkurtuar shpenzime, për me marr pak njerëz, po për të shfrytzuar shumë kapacitete sado minimaliste të secilit prej tyre, dhe ndërkohë aspekt del më shtrenjtë. Po s'po i del më njeriu të më shtrenjtë, as po kërkon njëri falje kur po gabon, as po s'po ndodh asgjë. Në katraurën kur ndodhemi sot ke të drejtë. Kurse në atë çfarë duhet të jetë. Okay. Në të vërtetë është tjetër gjë. Për shembull, nuk dua ta bëj si nga Vlora, sepse jam Tironas dhe Shkodran. Kur erdhi Papa Francesku, ishin shumë fotograf, me 10 fotograf, edhe shqiptar. Fatmirësisht dhe fati im zgjidhet fotoja ime për kopertinë. Fotografia është pritje. O Felix, po ti mua gjysmë ore përpara më the mos ma zë në bëj këtë muhabetin e papës, tani e zure vet. Jo, të thash gjëra të tjera, jo këtë. Okej, se unë e pash këtë fotografi, pra foton e përzgjedhur si kopertinën e albumit papës. Edhe pse ai e vend çaloi në organizimin për fotografët, sepse personi që u mor me këtë gjë futi këto talentet e ri sot që nuk janë për atë terren, sepse Kozeta duhet mësojmë me një gjë. Vitin që shkoi, nuk po shkoi shumë larg, po shkoi vetëm një vit më përpara. Protestat që bëheshin ke bashkia, ke kryeministria, këllëciste Molotovi. Apo jo? Në fillim kur shkoja shifja 30, 40, 50 nga këto me aparat në dorë. Sa kërciste Molotovi par, prap ne të vjetrit ishim atë. Kjo është për kolegët e rrjeteve sociale që ta kenë parasysh të moment ta presin për protesta, sa kërciste Molotovi, por në të vjetrit mbesnin prap. Por në të vjetrit ishim aty, s'kishim më nga këta. Domthon ka një gjë. Profesioni është profesion. Në radio, unë të mbaj mend ti e ke nis radion, domthon shumë e vogël. Shumë e vogël, në vitin 1998. Shumë e vogël. Atëre dëgjonim, na bënte përshtypje shpejtësia e komunikimit, shpejtësia e zërit, gjitha hop, ngelo. Zure vendin tënd. Sot radio po humbet. Mua më dhëm radio, unë jam njeri që mbaj radio në shtëpi. Radioja tradicionale, pra ai varianti që ne marrim dhe kërkojmë stacionet në megahertz. Po, tradicionale. Kam një radio Sonnenberg, shumë e vjetër. Shumë e vjetër. Vetëm se radioja është treguar e mençur, sepse si thuhet ndonjëherë televizioni vrau radion, interneti i vrau të dyja. Radioja është treguar e mençur pasi ka gjetur mënyrën se si të shkoj tani o si televizion, o si aplikacion, pra radioja si medium, jo Top Albania Radio, po radioja si medium. Të jap një shembull shumë të thjeshtë. Po jam dakord me ty që ajo kënaqësia që ti të gjesh stacionin kur ajo është një lekënaqësi. Pse? Çfarë ndodh? Unë edhe në makinë dëgjoj radio, nuk vë më po tresh. Do thuash ti radio sot. Radio sot është futur me kamera, është futur si konkurrimi televizionit e këto. Të t'jap një shembull shumë të thjeshtë. Fotografia zhvilloi kameran. Radio zhvilloi televizionin. Sigurisht.
Radio është e vetmja gjë që nuk do humbasi kurr. Nuk ekziston. Ne edhe një polic kur e shohim në rrugë, ai komunikon me radio, nuk komunikon me internet. Pra radio është radio. Ka tjetër ngrohtësi. Unë kam qenë fëmijë kur mbaj mend Radio Tiranën ato vite që jepesh te teatri në mikrofon. E njitshim veshin Kardopalandi dhe do në mazhurm. Është tjetër përjetim radioja. Në televizion ti je shef, e ke aty dhe e shef, nuk të ndihmon atë fantazinë tënde. Nuk të zhvillon imagjinat. Je duke S'ka asnjë lloj imagjinate. Je duke parë ato që të tjerat po servirin për ty. Radioja është nxitës i imagjinatës. Fotografia është nxitës i imagjinatës. Kamera është e dukshme, ikën objekti i parë, futet i dyti, personazhi i parë, personazhi i dytë, një mikrofon dhe kalon. Fotografia është misteri, nuk është kamera. Është ai çasti i vetëm që po e kapë. Carpe diemi, o e ke ose ke. O ke ose ke, gjë tjetër s'ke më aty. Kur e pyeta Felixin që çfarë mund të përdorim si kolona zanore, si copza muzikore që të shoqëronim këtë bisedë, më tha, vësh të duash në vitet 60 apo deri në fillimin e viteve 70. Unë ta nis me, e thash në një moment disa ditë më parë në një event që sot vërtet bota ka Anglia, jo bota, ka Ed Sheeran, ka Adele, por në fund të fundit ata janë fansa personal të Stingut apo të një brezi të më përparshëm siç janë Beatles. Beatles janë Beatles. Për Felix Bilani që është në studio dhe për gjithë dëgjuesit e Top Albania. Edhe pse i zun me gur në Amerikë. Jemi përsëri në studio bashkë për të gjithë juve që sapo keni çelur radion apo jeni diku duke naviguar në internet nëpër aplikacionet tona. Ju kujtoj që me mua në studio është ai që mund të bëjë disa gjëra, por që në fund të fundit mbetet në bexhën e tij të memorjes si Felix Bilani fotograf. Sa herë të është dashur Bexha, Felix? Se unë kam përshtypjen që ti ke qenë një figurë shumë e njohur edhe përqafuar në për terrene, po me thënë drejtën edhe nga ata që të futet se kush rrimeret me të. Mua gjithmonë këtë përshtypje më ke dhënë ti. Bexha më është dashur në fillimet e mia, e mbaja me qef në ato vite. Tani e mbaj prap sepse është ndruar brezi dhe nuk njohin më. Madje për të qeshur nëse do ma lejosh. Pse do ta lejoj gëshërat në dorë kemi vetë si përdoron kurrë. Para do kohësh, një vit a 2 vjet më përpara, diçka ke 2 vjeçi, në një lokal, pa e përmendur emrin, isha në tavolinë me 2 miq të mi. Dhe vjen një nga këto talentat e ri me çantë shpine, me një aparat fotografik të varur dhe mbante kështu si rripqeni. Ulet dhe filloi një nga këta miqtë e mi e ngacmon. Bone në një gjë të bukur apo jo, e çat bosh këtu ta se këtu fotografia ta dhe filloi të fliste për fotografinë. Leksione. Për pak sekonda kpute aq brot shkulla sa po e shifja shumë i qetë. I thash, këto fotograf të vjetër i thash, ai njeh. Dhe përmenda të ndjerin Leon Çika, të ndjerin Alqi Golloshi, nga ne mësuam. Brezi, domethënë ata janë brezi që unë kam mësuar dhe brezi im. E shumë të tjerë si këta. Të vjetrit tha nuk ka shuda se s'kan lidhje tha me internetin, tha me këto. Me TikTokun, me këto. Se ç'lidhje ka fotografia me internetin nuk e kuptoj akoma. Por i thash kot të pyes. Është një fotograf i thash e ka filluar herët, ka ca vite në qarkullim, i thash Filani, i thash Felixi, e njeh. E njoh më burta se nuk bën ai gjë, ai tha ç'a fotografie ka ai. E pash dhe një herë kështu. Pagova kafen dhe u çove, i thash tyre miqve të mi çojmë. Nuk i theun jam Felixi? Jo fare. Fare, e lash në atë Terezinë e vet. Sepse kishte 2 mundësi, o do i gjuja me kafe kokës, ose do i lija në ignorancën e vet. Duke qenë që unë jam libërdashës, vazhdoj vjet libra dhe blej libra, më ka dhënë atë urtësinë që lëre në ignorancën e vet. Lëre të rri aty ku është. Më vonë e mori vesh isha unë. Patjetër se mjafton me 2-3 njerëz që ka qenë atje. Por që kjo është ajo pjesa e këtyre të rinjve që nuk i referohen ecurisë fotografisë shqiptare. Ky është një ngërç, unë mendoj që është një ngërç i shoqërisë për çdo fush, ku historia fillon me mua, pra viti im është viti 0, çfarë ka ndodhur më përpara, i vej vizën, i vej kryqin. Kështu që besoj që është për në çdo fushë, për çdo individ që ti si je, tani është koha ime. Kjo është problemi, pra, sepse
është futur një frym ku shpesh herë në Facebookun tim, cili nuk e di kush drejtjen e kontrollon prapë, se atë punë kanë, s'kan një punë tjetër më të mençur. E Feliksi fotograf është, nuk është as agent. S'bën dëm, nuk ka ndjeksa shumë që të hakeroni profilin dhe ta vidhni për ndjeksa, nuk i shërben. S'ka lidhje me këtë gjë domun. Nuk i shërben në këtë fushë. Them mendimin tim hapur me fjalor shqip herë mbas here. Por çfarë dua të them me këtë? Këtu nuk ka ndonjë tradit që të studiosh më përpara se ç'kanë bërë. Pa nuk është dhe për fajin e talenteve të rinj. Jo dhe për fajin, është fryma që është krijuar. Se ndonjëherë juve ironikisht, shikoj se kam qejf ta bëj pak avokatin e djallit. Ironikisht ndonjëherë kur ne themi se këta talentet e rinj pa dashje, na lexohet një farë paragjykimi, nuk dua të them për çmimi, as nën çmimi, po pastaj po të reflektojnë pak, ose po të reflektojnë profesionistët, kuptojnë që nuk është edhe aq për fajin e këtyre talenteve të rinj që thua ti. Se vetë e the. Pse? I ndjeri Fatos Baxhaku. E mislim, kam marrë shumë për Fatosin. Dikur kur ka qenë tek një nga kanal televiziv, nuk dua të përmend emrat kanë televizionesh. I vete një person me një CV shumë të pasur, nga këto talentat e ri që themin ne. Dhe me atë qetësinë e vetosi e thot me këtë CV e për vendin tim. Por dua të pyes, aventurat e Tom Sawyerit e ke lexuar? Jo, po ç'a lidhje ka, miru pafshim dhe i tregoj derën. Tosi bëri një veprim të mençur, sepse kur nuk e lexuar që fëmijë, çfarë gazetari do jesh? Kur nuk lexon çfarë fotografi do jesh? Kur nuk lexon çfarë piktori do jesh? Kur nuk lexon çfarë poeti, shkrimtari apo çfarë do lloj fushë do jesh? Edhe mjekët lexojnë. Sigurisht, ata më shumë se ne. Ata lexojnë më shumë se ne. Pra, këtu ka humbur alfa, leximi. Dhe shpesh herë këta të rinjt qellon, që më thon çfarë bëjmë ne gjohë se çka kështu. Si i ke marrëdhëniet me leximin? Ç'a leximi o burma, ç'a kush lexo sot? Pra, është ai momenti ku nga hapja e faqes librit, që dikur brezi im e hapte me këtë gishtin, sot shkon scroll gishti madh domethënë. A e di pse po shikoja telefonin Felix, unë nuk e kam kur zakon të shikoj telefonin kur dikush flet me mua në një intervistë, por ndërkohë që ti flisje për librat, mua një grup vajzash djemsh të rinj, më fal Felix, dua ta ndaj pikërisht në këtë moment, më ka shkruar: arsyeja pse vendosëm të krijonim këtë klub për të cilin duam ndihmën tuaj, të Top Albania Radios, është dashuria e madhe për librin, artin dhe letërsinë. Një pasion i ushqyer që në fëmijëri që ne dëshironim ta ndanim dhe me njerëz të tjerë. Tashmë klubi është rritur dhe vazhdon të rritet me anëtar të rinj. Nuk kemi një klub i zakonshëm libri, por edhe një komunitet social ku kemi krijuar miqësi të ngushta dhe tashmë jemi si familje e madhe. Kërkojmë ndihmën tënde nëse është e mundur që na promovosh në Top Albania Radio. Tani, në këto kushte që ne po flasim, si ishte shumë e bukur e ardhur në këtë moment. Si ti themun jo këtyre djemve dhe vajzave? Si ti themun, po ju nuk prodhoni klikime, po ju nuk prodhoni shikueshmëri, po ju nuk jeni viral në TikTok, po ju nuk jeni këta, po ju nuk jeni ata. Po ç'më duhet mua që nuk e kanë të gjithën këto, kur sipas asaj që po thua ti, e mirë të tjerë që takojmë, kanceri i vërtet i kësaj shoqërie është pikërisht mungesa e edukimit. Unë marr libra herë mbas here nga arkivat, dokumentacione dhe libra, jo shqiptare. Pasioni im është leximi, edhe orët. Nuk e lexoj në ekran, kozet. Shkoj e printoj në A4. Dua të letrën. Është njësoj si fotografia. Dikur ishte ajo adrenalina, ishte ajo emocioni, ishte ankthi, kemi gjë. Se filmi një moment është. Ishte e shifshim të lagur njërë kështu filmin, pastaj e thani me tharës të flokësh, në rastin më të mirë, në rastin më të keq e varnim, thashtë e vetë. Dhe ishte pjesa e letrës, e prekeshte. Kurse sot është diçka që ti vetëm e shef. Nuk ka asnjë lloj emocioni. Nuk të jep asnjë lloj gjëje. Po të tregoj fotot se kam filluar t'i skanoj negativët,
Po të tregoj foto me të bëra me film, thash vitet 90, 94, 95, e mbra, deri në kohën e digjitalit. Do shohësh një dallim shumë të madh nga filmi digital. Filmi është jetë. Libri është jetë, letra është jetë. Është pikur 155 vjet para Krishtit. Në vitin 155 para Krishtit. Letra. Pra, erdhëm deri këtu ku jemi sot. Letra është letër. Ti nuk e bën librin elektronik. Ti e bën librin dhe e boton. Është letër. Edhe kur bën një material, ti e printon për ta lexuar, nuk e lexon në ekran. Sigurisht, kur është i gjatë, kur i kalon më shumë se 2-3 rreshta. Është ajo aroma e letrës, është aroma e bojës. Ajo është emocion në vete. Sot janë gjithë scroll. Shplarje trurit në mënyrën më të frikshme. Po të shofësh debrezin e ri sot, të njëjtat foto që bëjnë atë foton që dalin vitet dhe nuk e di pse duhet dalin vitet në foto edhe kur ti je e veshur. Këtë se kuptoj dot. Fryjnë ato buzët si pat. Po për të nxitur. Dhe se kuptoj këtë gjë më. Për të nxitur, po themi fantazinë, çfarë mund të ketë nën atë veshje? No, fantazia Kozeta 5 më shumë apo 5 më pak femra same shit, njësoj. Shtoje sa të dush në matësi, zvogloje sa të duash. E vetmja gjë që dallon femrën janë syt. Unë deri më sot e kam thënë dhe herë të tjera, deri më sot nuk kam fotografuar syt lexuar të një femre. Nuk e bëj, kur të realizoj këtë, nuk do fotografoj. Pra, syt e lexuar të një femre e lexuar është arma më e frikshme e planetit. Kemi sa duash nga këto. Si ke gjetur ti? Me Don Kishotin heroj shkrimtar romantik shqiptar Cervantesin. Edhe me shumë të tjerë që lexojnë librin brapsht të tjerë. Me këta të tjerë që i përdorin si aksesor. Se ç'dalin ca të tjerë pastaj që bëjnë kështu, hedhin shprehje të thëna gjoja prej tyre dhe këto shtëpiaket e dëshpëruara like, në fakt janë shprehje të vjedhura. Një fjalë ke një fjali, një fjalë ke një, ke një fjalë ke një dhe ai e bën një shprehje të plot. Këtu nuk është vetëm një, këtu janë shumë. Këtu s'di ku të vesh gishtin. Këtu të gjesh të kundërtën, atë që është vetja e vet. Pra ato vetet personale po vuajmë me të shpërgjejmë. Është horror. Do shkojë një herë te muzika e viteve 60, këtë radhë muzika italiane. Ndonjë preferencë tipit Morandi, ku diun Celentano, Battisti? Morani, Battisti, Celentano, Mina, ka shumë. Po mirë, me që Mina është në minorancë, është grua dhe ka pasur më shumë burra, dakord. Nuk kam qenë asnjëherë aktiviste, nuk kam qenë asnjëherë feministe, nuk kam qenë njeri i aksionit. Kush mundet, burr ose grua, po me që Mina në tërë këtë morinë yjeve italiane është në minorancë, është më pak në numër, po transmetoj Mina dhe kthehemi përsëri bashkë në bisedë me Felix Bilanin, është bisedë shumë e bukur sepse bisedat e vërteta janë të bukura. Unë kam qenë gjithmonë vetë dishme që këtu nuk themi shpartallim xixash, se nuk e kemi këtë fuqi, po kemi një fuqi që jo të gjithë e kanë. Të jemi të vërtetë. Kthehemi pas pak. Ka kaluar pjesa më e madhe e takimit të vënë në dispozicion të atyre thuajse 60 minutave të kthimit pas në kohë me personazhet tanë, megjithatë kemi ende kohë për të zbuluar, të shkuar të tashme mendime, kritika, qëndrime të një personazhi si Felix Bilani, i cili ka qenë shumë afër aktualitetit të kohës edhe për shkak të profesionit që ka ushtruar dhe që ushtron, sepse tani ti je fotograf, po tani ti të ka ndryshuar objekti i fotografimit, objekti i aparatit. Tani janë më rrallë protestat me Molotov, edhe janë më shpesh fotografit kreative. Ato të cilat duhet të shprehin disa mesazhe nëpërmjet natyrës, si ato fotot e luleve që pash pak përpara se dinim këtu. Dhe ajo që më bëri shumë përshtypje dhe unë e di që ti thua të vërtetën, është ajo puna e atyre gjërave bio. Pra, pjesa të punën nuk do ta ndryshosh për ta përmirësuar. Është fake. I ikën emocione. Pra kjo është arsyeja që në përpjekje për ta bërë nuk ka më emocion. Pse? Unë shoh shumë fotografi të photoshopuara. Madje disa syresh tash kanë filluar kërcasin dhe me AI. Duke eliminuar plotësisht pjesën e anatomisë. Siç ka mjekësia anatomi,
është dhe anatomia e artit. Janë disa volume, madje, shumë faqesh, po për këta talentat e ri është blasfemi të thuash anatomia e artit, ai studion njeriu. Siç bënte Leonardo në Qemoti, në mesjet, ai studion dhe anatomin. Prandaj na la ato vepra që janë pasuri botërore. Këtu nuk studiohet më. Ai ka rcet në ai dhe ti del si manekin butiku. Nga këto modelet e reja, për shembull, që s'kan as ku i pritet qafa, ku buza, ku syri, ku vetlla, ku floku, është thjesht pllak. Ai nuk është krijuar për tjera gjëra, është krijuar për një shplarje trurit total të njerëzve. Pa llogaritur dhe kolektanët që shkruajnë me ai. Ai sa dikush, një person kish vënë që ore bëni ne gabim ka herë se dilni blof. Por më tepër që gjëra i kemi të gjalla, të vërteta, të jetueshme, sepse unë gjithmonë kam thënë që teknologjia është bërë që ta vendosësh në dispozicion dhe të shërbej për një moment caktuar. Unë vetë kam përdorur AI në programe të mia në mungesë të njerëzve. Pra, duke mos patur mundësinë e një arkive të caktuar, për shembull në një institucion ku kam dashur të kujtoj, fjala vjen Gasper Çurçia, ku më e gjet, ku më e sjell sa më afër që ta njohë pra ky talent i ri. Në këtë rast e kam konsideruar gjithmonë si një është ndihmë në funksion të një gjëje që mungon. Po jo dalon një tjetër. Po të dalon tjetër. Unë jam këtu, dal me holl, më bjonde, më me sy blu, më me qafë gjatë. Këtu po dalin të tjerë. Këtu po dalin filozof, bashkëpunëtor të vjetër shkencor, profesor të asociuar nëpërmjet AI-s. Një nga provat që bëra unë, se më vjen goca në shtëpi, është në vit 2 këtë vit, ke Petronini dhe thot AI. Jo po inteligjencë artificiale, jo po ChatGPT-a, jo po kjo, jo po kjo. E pash njerë. Poshti tash me zi dallohet kur e lexon, thot may be mistake, edhe mund gaboj. Jo tha e ke gabim, mirë. Pyet e pak për Hamza Kastriotin. E pyeti dhe ChatGPT e kthen përgjigje që Hamza Kastrioti lindur në bla 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 bla, djali i Skënderbeut. Është djali i Skënderbeut, sipas ChatGPT-s. Dhe ky brez vjen thotë ke ti gabim, jo unë. Se ChatGPT-ja është e pagabueshme. Pra, ChatGPT-ja duhet ndaluar në shkollë, atë që bëri Norvegjia, atë që bëri Suedia. Duhet ndaluar teknologjia nëpër shkolla. Norvegjia e ktheu prap ke lapsi. Nuk e harroj kur fjalën Aleksandr Lalos kur u dekoruan atëre, kur unë kam qenë në pjesë e stafit presidentit të Republikës, president Nishani, ndjes pas, dhe kur dolën për të pirë një cigare, tha maestro i thash, pse nuk ka më muzikë? Sepse nuk ka më laps. Ka vetëm tastier kompjuteri. Nuk ka më laps. Nuk përmendja as stilograf, as stilolaps, as pen, tha laps. Sepse ajo i shuante dhe i fshinte dhe i rishkruante me gomë, lapsi, nëpër flet partitura. Pra, kjo gjë nuk funksionon më. Nuk funksionon më. Ai brezi i ri përgjigjet me ChatGPT, detyrat me ChatGPT, kjo këtu dhe lexoj një nga testimet e ik nxënësve, djali i babit dhe imamit me shumë lek, që çfarë vendosi Kongresi i Lushnjës për një jetë më të mirë, legalizimin e hashashit dhe hyrja në BE. Okay. Pra, ai është kontingjent për të bërë politikan nesër. Po drejtor, po. Po çfarë duash më deri në kryeministër mund shkoj. Pra, duhet ndalohen. Duhet të dalë mbi arsimin, duhet të dalë një ligj. Nxënësit deri në moshën 22 vjeç duhet të kenë telefon me butona. Jo smart. Ndalohet interneti. Duhet të rikthehen ke libri, sepse ndryshe do zhbëhemi si kom, siç po zhbëhemi. Me këto ritme që po ecën kjo gjë, me këto ritme që po shkatrohet dhe trashëgimia kulturore që fal Zotit, un kam, domthon edhe me borxhe i kam dokumentuar me paratë mia trashëgimin ton kulturore, aq sa kam pasur mundësi, me këto ritme nesër ne nuk do kemi asnjë cop letër që të themi jemi shqiptar. E kam dhe për këta nacionalistët që hapen me nderësh në për Tiranë, jemi nacionalist, bëjnë atë shqiponjën me duar, bëhet nami se një kishte hipur ke monumenti Skënderbeut, një turist, që normalisht kishte bërë asgjë. Dhe nuk bëhet nami kur ty Skënderbeun
se e fotografova shpar para se të vija këtu, ta bëjnë antar të një organizate prindi 1 dhe prindi 2. Kjo është më e rënda, jo një turist që i bën ke monumenti. Pra, ne po shkojmë drejt zhbërjes kombëtare. Fotografia që bëj unë, apo video që bëj unë, gazetaria që bën ti, emisionet që bën ti, apo kolegët tanë të tjerë, duhet t'i mësojnë faktit për ruajtjen e vendit. Nuk më intereson sa kulla u ngritën, sa këto, se kjo dihet për çfarë bëhet. Mua më dhëmb trashëgimia kulturore jona. Nesër fëmijëve çfarë do i themi? Çfarë do mësojnë fëmijët? Jemi shqiptar ku dhe si? Fotografia shqiptare nga dhe si? Ndërkohë që këtu njihet Marubi, njihen shumë të tjerë, gjeniu i Shqipërisë nuk njihet. Koli Dromeno nuk ka qenë vetëm piktor, ka qenë arkitekt, ka qenë muzikant, ka qenë mjek, ka qenë fotograf, solli risin fotografi shqiptare. Dhe pllakat e Koli Dromenos nuk ekspozohen, nuk skanohen, vetëm Marubi. Pse? Sepse Koli Dromeno ishte nga Parga. Ky është një nacionalizëm idiot, një nacionalizëm debilësh. Arti nuk ka komsi. Muzika nuk ka komsi. Arti është art, nuk ka politik, jo komsi, nuk ka politik. Është grek ai, është serb ai, apo është amerikan? Është gjuha e përbashkët e artit ajo që i bashkon. Arti është art. Çfarë lidhje ka? Politika ka punën e vet, arti ka punën e vet. Më kujtua kjo puna e ChatGPT-s, në përgjithësi kam qenë shumë e kujdesshme në përdorimin e gjuhës shqipe kur shkruaj, dhe ndonjë njëherë që në postime për shembull të rrjeteve sociale në Facebook, duke qenë tastet e ekranit afër p-ja dhe o-ja, nuk të del apo, po të del app. Edhe dikush e lexon thotë, Kozita shkruaje, bëje ditë atë se kishe një gabim të vockël, i them, më mirë ti aty se është e kuptueshme që nuk e ka bërë me ChatGPT, sepse ChatGPT-ja te kjo pjesa nuk para ka bërë. Më mirë le të rri ashtu bruto me atë gabimin e vockël. Kozita, këtu ka një gjë. Këtu ka një gjë. Unë e them gjithmonë me humor. E them dhe unë në frym humori. Problemi më i madh i teknologjisë sot është vrasja e brezit të ri. Është një brez pa emocione. Është një brez agresiv. Është një brez që merret vesh me klithma. Unë kam një shkollë 8 vjeçare aty, afër shtëpisë. 9 tani. Felix, 9 vjeçare tani. Merren vesh me klithma, ulurin, me ulurima. Sepse nuk arrin të lexojnë. Leximi është pjesa që tu urtëson. Ato përtojnë të shkruajnë mesazhe të LTM FLTT, duhet ta marrësh me mend se çfarë thon. Pjesa më e madhe e këtyre komunikojnë me emoji. Ose me emoji. Me emoji, hajde përktheje se çfarë do të thotë ai me emoji dom. Ku po shkojmë? Pra ChatGPT-ja, libri dhe jeta reale e njeriut, që nuk duhet shplaj trurin, është njësoj si një njeri që bën seks me një njeri, femër me një mashkull me një femër, dhe jo me mjete plastike që kanë nëpër dyqane rëndom. Sa duash, po. Pra nuk ka ndjesi, ndjesia është vetë njeriu. ChatGPT-ja është thjesht që ti mund ta pyesësh për diçka që se mban mend për momentin, sepse në vetvete është thjesht një motor që grumbullon informacion nga i gjithë bota dhe ta kthen ty nga gjitha. Edhe çfarë kam thënë unë, ti tjetri. Por a e kemi ne gabim? Mund ta kemi dhe gabim. E pra, po është ajo që tham, mungesa e formimit, ignoranca. Unë kam dëgjuar njerëz që pyesin ChatGPT për të kuruar patologjitë të tyre. Kam një problem në lëkurë, kam tharje të skalpit të kokës, çfarë të përdor? Përgjigjet ChatGPT-ja dhe ti shkon në farmaci për të marrë një medikament për të kuruar një patologji tënde. Po, prandaj po. Po këtu ama nuk është më faj ChatGPT-s, edhe është faj sepse ç'a ndodh? Këtu u pompua Shqipëria digjitale, u pompua ministri digital, u pompuan shumë gjëra. Por më fal, e kuptoj unë që jam 52 vjeç sot. E kupton një tjetër që po ja fut kote i robi. Brezirista kupton këtë gjë. Ne jemi brezi i internetit. Po ti shofësh, ke lagja ime është një kafene, dhe unë shpesh kam një rubrikë e kafja lagjes. Që shkruaj qyfyret që dëgjoj aty.
Dhe te kafe e lagjes bëhet punë e punës, punë e qefit, gjitha bëhet te kafe e lagjes. Dhe çfarë ndodh? Shoh brezin e sotëm. Ulur 4 veta, 5 veta apo 10 veta në tavolinë. Të gjithë janë në telefonin e vet, asnjëri s'komunikon me tjetrin. Ka humbur artikulimi, ka humbur biseda, ka humbur logjika, ka humbur arsyetimi. Nuk kanë më. Pra, ku po shkojmë? Ne diskutojmë fotografinë, fotografia ka marrë fund. Nëse nuk vihet dorë, ka marrë fund. Duhet bëhet të paktën duhet të mblidhet brezi im të ekspozohen fotografi të brezit vjetër, që nga ne mësuam, të ekspozohen fotografi tona, të gjithë bashkë kolektiv, po dy shqiptar bashkë nuk i gjen në një mendje. Nuk mund t'i bësh dot. Dhe për të paktën për të vënë në punë, që shiko, para se të dilte kjo gjëja, ne është kjo gjëja. Dhe kjo gjëja është më mirë se sa sot. Interneti është një ndihmë që ti mund të glendisesh të kalosh një kohë. Rrjeti social është hajduti më i madh i kohës, Facebook apo Instagrami, të cilën gjë që mua më merr gjatë gjithë 24 orësh të ditës, Facebooku dhe Instagrami më marrin vetëm 10 deri në 15 minuta kohë. Sepse e kam i vetmja gjë që un jam xheloz është koha, nuk mund ta kthej dot më mbrapa. I ke paraprirë pyetjes time. Çfarë është koha? Meqenëse duhet ta mbyllim. Un jam xheloz për kohën, nuk e kthej dot më mbrapa. Un përpiqem ta shfrytëzoj maksimalisht. Maksimalisht. Që të mos e shohësh ashtu si një stacion të radhës, po si destinacion për të arritur ta qëllime brenda një kohe të caktuar. Duhet të arrihen sepse çfarë ndodh? Mua Facebooku më merr kohë nga fotografimi. Facebooku më merr kohë nga leximi. Facebooku më merr kohë nga një takimi me një mik. Domethënë askush si mendon këtë gjëra. Vetëm kur vjen darka që shkon në shtëpi, ti trurin e ke bosh. S'ke bërë asgjë. S'ke bërë asgjë. E ke bosh, mos ke, domethënë nuk e këmbyer asnjë fjalë. Sot po të pyesësh një psikolog të mirë fill, psikolog të mirë, jo psikolog me AI, trauma më e madhe që kanë 1 në 10 shqiptarë është trauma sociale. E mungesës komunikimit. S'kan komunikim. O e ka arti fjalori, ulluc, kur jemi brenda barkut, o nuk e ka askush. Dëgjoj brezin e sotëm, skuqem unë nga ato çfarë flasin. Unë jam natyrë. Përditshmën e tyre. Që ti më njeh që unë jam natyrë që nuk më habit ndonjë gjë. Ore skuqem e shoh një herë kështu çfarë po thot. Mbajtë një ti mendim me ty. Domethënë ndonjëherë vjen kështu si turp, ndonjëherë si kuptoj fare. Janë ca kombinime. Ore është e frikshme. Janë ca kombinime që as nuk e gjej kuptimin, edhe banal, por nuk e gjej kuptimin, aq sepse ka shkuar për te, banal është fjalë e këndshme, ka shkuar më për te gjëja. Ka shkuar më për te, këtu nuk i bën përshtypje më asgjë askujt. Kam drejtën time, un kam lirinë time, un mbaj mend, un librin dhe leximin sot e kam nga një mësuese e 8 vjeçares brezim, që quhet Tatjana Moçostepa, dhe un sa herë takoj i put duart. Ajo kur e bëje gabim ose kur nuk mësoje, të ngrinte para klasës, ta ngrinte kokën kështu me të dy duart dhe ta jepte me të dyja. Ja ku u bë brezim. Kurse sot mësuesi nuk e prek dot një fëmijë, nuk i flet dot. Nuk i flet dot se për të prekur nuk diskutohet më, po nuk i flet. Nuk i flet dot një fëmijë. Pra, autoriteti i mësuesit është bërë leck. Leck. Leck, mësuesi nuk ka më asnjë autoritet. Prandaj dhe s'do ta bëj më punën që bën. Kjo është e vërteta. S'ka mësues, është turp. Nuk ka mësues. Nuk ka mësues më. Ti ke i vë 4 fëmijë, ai thot fillon të shan me listë dasme atë. Mësuesin. Kush kishte byth brezi jon ti kthente fjalë mësuesit. Fillon favoritat nga lart poshtë. Ju vetëm aq. Favoritet po e po, shpullën po e po. Mamin, babin. Në klas, pastaj vinte mësuesja kujdestare. Dhe hajet edhe një herë. Pastaj gjithë frika ishte që se mos mësuesja kujdestare vinte në shtëpi. Kishte aty një triplo shpullash. Pastaj në shtëpi, pastaj ishte komplet tjetër hesap. Kanë qenë këto shapkat e dursit ose të lushnjës që punonin dhe Wi-Fi. Ndis domethënë. Felix Vilani, mua më kishte marrë shumë rari për ty. Edhe dua shumë që të shihemi prapë, edhe të kemi biseda të tjera prapë. Kur të duash? Se është nuk e di nëse e vure re. Un kam folur shumë pak sot. Kisha shumë dëshirë të dëgjoja. Rrofsh, nëjësia imja. Kisha vërtet shumë dëshirë të dëgjoja sepse ndonjëherë kur i them vetëm gjitha këto që përmendet ti,
ndonjëherë më duket vetja sikur jam patetike, arkaike, demode etj. Edhe e vlerësoj shumë vëmendjen kur e thon dikush tjetër. Kështu që faleminderit që ishe sot këtu. Faleminderit ti. Ku jemi? Mund të shkojmë ndonjë Rolling Stones për shembull për Felixin edhe për të thënë gjithë natën e mirë. Stones, AC/DC, ka shumë. Sa të doni, Led Zeppelin. Dhe Led Zeppelin. Sykes, kush është aty në pult? E kuptuat. Led Zeppelin mund të ishte, Rolling Stones mund të ishte, AC/DC mund të ishte, kështu që vendoseni vet. Natën e mirë do të dëgjojmë, do të shihemi sërish javën e ardhshme. Për të gjithë juve që humbët premierën në Top Albania Radio, mund të aksesoni këtë program në platformën e Top Albania Radios në YouTube, kur të dëshironi. Aty edhe dëgjohemi, edhe shihemi me mimikat tona dhe me të vërtetat që na flasin edhe nëpërmjet fijeve të vetullave. Natën e mirë.